Zona Deliu, po do të pyes cilat janë raportet e PDK-s me Vjosa Osmani? Shumë të qarta. Ne kemi thënë ajo në vazhdimsi gjatë kohës sa ka qenë në krye të presidentës. I ka shërbyer me përpikmëri agjendës së zotit Kurti. Për mua, madje ajo tha dhe vetë në paraqitjen e saj publike, që di që zgjodhi një televizion në Shqipëri e kishte mundësi që të prononcohej kudo në media tona, me respekt edhe për mediat në Shqipëri, por ajo e tha që unë kam vendosur të ashtu siç ka kërkuar zoti Kurti, që data 28 dhjetor të jetë sipas kërkesës së tij, jo vetëm datën e zgjedhjeve. Edhe në kohën kur janë sulmuar gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, nga e njëjta me zotin Kurti, edhe në kohën kur është mbrojt Martin Berishaj, edhe në kohën kur nuk është zgjedh krye prokurori se nuk ka qenë i përshtatshëm për zotin Konjufsa, zonjën Osmani e zotin Kurti, edhe në kohën kur janë sulmuar gazetarët, bizneset, në kohën kur qytetarët e Kosovës kanë qenë absolutisht në gjendje të rëndë në fakturat e energjisë elektrike, zonja Osmani ka vepruar në harmoni të plot me agjenden politike të Albin Kurtit. Pra ka qenë tërësisht në linjë me të. Dhe duket se zonja Osmani mund dalë në zgjedhje. Ka, le të themi, teori të ndryshme, se mund bashkohet me LDK-n, mund dalë me një iniciativë qytetare. A i theksohet një situatë të tillë Partia Demokratike e Kosovës? Absolutisht. Ne as kemi nevojë që të friksohemi, sepse jemi subjekt politik i organizuar, me një strukturë absolutisht mirë të organizuar, kemi shtrirë në gjithë Kosovën, rezultati i zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve të fundit. Zgjedhjeve të fundit, pra, ne kemi pas pritje që të kemi rritje, unë prapo e them, janë shumë rrethana cilat kanë quar në këtë rezultat, cilin e kemi pranuar, por unë mendoj që janë shumë rrethana cilat e kanë bërë rezultatin zgjedhor 51.1%. Do t'jemi dëshmitar t'i shohim zgjedhjet e tashme nëse ndodhin se cilat do t'jenë numrat, besoj bashkarisht do t'i diskutojmë, por ne nuk kemi çfarë të friksohemi nga askush, sepse kemi identitetin ton partijak, strukturën ton partijake dhe mbi të gjitha vullnetin e qytetarëve të Kosovës që të ecim edhe më shumë. Në tutje, me program zhvillimor, me program që në fakt ka në thelb nevoja që sot i kanë qytetarët, ka qenë platforma e zotit Hamza, që nuk është përqafuar nga të gjithë, por që ka marrë mbështetje të qytetarëve të Kosovës, një program që do ta zgjon Kosovën nga agonia në cilën është fut tash e sa kohë. Dhe pikërisht kjo ishte pyetja ime e radhës, pra, sepse zoti Hamza është kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ishte kandidat për kryeministër 2 herë. Ato ta provoj herën e tretë, pra, kush do të jetë kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, sepse e ka një le të themi një situatë interesante kur i humb zgjedhjet 2 herë, a del të tretën herë, pra, kandidat. Kryetari Hamza, edhe në zgjedhjet e fundit, ka gëzuar një mbështetje të jashtëzakonshme qytetare, sa i përket, po e them, liderëve të partive politike. Nëse i shihni matjet sa është votuar, zoti Hamza në raport me liderët tjerë, absolutisht ka pasur një mbështetje të jashtëzakonshme të qytetarëve të Kosovës, cilët kanë besuar në vizionin e tij. Natyrisht që ne kemi pritur thash që ky vizion të jetë vizion fitues i Kosovës, por rezultati ka qenë ky që është. Strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës gëzojnë respekt për kontributin e tij, për një figurë politike që për një karrierë të gjatë ka dëshmuar që argumentimi, mungesa e polarizimit,